Hej miq, ja ku jemi këtu sonte. Më thirrën po, s'po shoh njeri. E ne ase nga është nuk e di. Derisa të vi, shikoni këtë video dhe kismet po erdhi. Një zë të cilin të gjithë e kanë të dëgjuar. Shumë personazhe të përvetësuara dhe shumë nostalgji sa herë e dëgjon. Një aktor brillant i cili i kushton artit gjithkohën e tij. Zëri i fëmirisë son, Lorenz Kaja. Tani pas një kohë shumë gjatë ne po takohemi. Më në fund. Që nga 2021. Se që ta dini ju, kemi qenë në një vend pune me Lencin, kemi qenë diku. Na ishte një herë. Na ishte tamam. Po që shumë kohë gjatë s'ka qenë, po aq sa ka qenë edhe gallat, edhe punë. Koha kalon shpejt e s'na duket shumë neve. Po, madje edhe tani që po diskutonim, nuk thoja 2021, jo 2022, po që ka qenë disa vite. Është ajo o para o pas pandemies, se tash janë epoka. Tamam. O para o pas. Tamam, matet kështu tani. Si bie po të dyja po i bie, po t'i zësh me iniciale. Po gjëja dhe mirë Pas me pandemie, punë, pare. Tamam. Qefi është me që, kështu që s'futet. Po si ke qenë Valenci? Mirë. Shëndeti, jeta. Mbajemi. Po që mbahesh, e di që mbahesh, se ku s'po të shofti. Sa futem postim Facebook, Lenci. Futem YouTube, Lenci. Futem këtu, Lenci del. Ai jam bërë kështu njerëz, ë, nuk s'durohem. Po shifesh me jo. Në televizor po, në radio po me reklama. Edhe në gjumë. Sa në syt Lenci, o Lenca. Se edhe çunat më thonë, "Ore, mirë në televizor valla, po sa hypin makinë, fillojnë reklama zëri jot, më na çmendë." Kudo kanal valla, ke shumë thjesht. Tash ti është shumë e thjeshtë. Po ja ajo që kanalet e fusin e kanali fëmijëve, edhe atje jeti. E po s'kam që bëjmë për taksirate ke. Kështu që thonë ju, Lenci, ju që se njihni, ai tipi ati shokut që ku se shef këtë, i bjen telefon ku je? Bengu, ku je? Te topi, ku je? Jo, tash mos u bëj si ajo që doli si batut, hap frigoriferin te Lencis. Edhe atje, edhe mund të jesh, nuk i di, se mund të jenë nga këto me zë që e hap flet, mund të jetë dublimi joti. Mund të pyes. O zot. Kemi qumës, kos. Lenci që thoni ju, shumica nga ju edhe mund ta njohin thjesht nga audio, se audio me video i ndajmë ne fushës tonë. Se Lenci është pjesë e shumë dublimeve. Unë i mbaj mund që i vogël që i Prej 20 vitesh. 20 vite. Domethënë unë jam 29. 9 vit. Është rritur me mua, nuk s'kam gjë. Jo, në kohën që thash, se edhe folëm pak backstage se diskutojmë këto. Unë në kohën që të takova aty, më thoja pse nga i njoh këtë, e kupton? Ku si zë i njohur. Se ti flise dhe kemi qenë punë backstage-it, ne? Kjo më bën vaki shpesh herë me të njerëz pa njohur. Takohem, si jeni Lenci edhe rrin një herë. Edhe e kanë me sikletë. Si? Si zë i njohur, ku të kam dëgjuar? Dhe unë filloj gjithmonë nga e para. Ke parë Bang, ua ti kuklave! O zot. Jo, po ti do ta bësh shumë situash jam Lenci, thoj. Jam Lenci, Scooby-Dooja, filani, gjitha dublime. Pastaj personazhin që kanë më shumë qef, perandorin Cusco. Cusco, po. Ti e Cusco. Aman ma bën çik zërin. Është si puna asaj, më thoni gjë për qesh. Tamam. Ti thosh një aktor, më thoni gjë për qesh. Mos faj ndonjë gjë ti të qesh. Po ti qesh dhe pa thënë, të them unë. Tamam. Po domethënë 20 vite me dublimet, ëh? 20 vite me dublimet. Që në fillimet e Digitalbit, edhe aktualisht që flasim, prapë vazhdoi të dubloj. Pjesë e Digital. Ja, këto janë disa. Oh. Unë s'munda ti fusja gjitha, se ishte një listë shumë e madhe. Ky është perl. Ky është Humoriso, është ai është te Madagaskari, është shumë i bukur. Këtu prit ku jam. Scooby-Doo. Ajo ishte Mulani, po, Mulani. Ky është Mulani. Këtë nuk më kujtohet, ai sa kam bërë ku, s'u mbaj mend gjithë. Scooby po është i bukur. Kohën që u futa se janë këto faqet në Google që dalin dublimet. Po. Fote, s'kishte fund.
ulu, edhe këtu si kanë vënë gjitha se... Është edhe një faqe që kanë hapur kështu për këto dublimet, dhe kur i shoh si s'kan mundur t'i fusin gjithë. Albania Daps, më duket se ka po. Bravo, ajo është. Edhe s'kishte fund. S'kan mundur. Edhe ti thua që s'janë gjithë. Kur i shoh, them pse unë kam bërë dhe këtë, jo. Unë kam Scooby, beso se ka ndonjë Scooby-Dooby-Doo. Ka shumë, po perandori Kusko është Qafidak! Personazh shumë i bukur edhe. Shumë i bukur. Biskota! Te Shreku. Ja, shikon si më vjen tash i shoh personazhin. Po i pet kujtohen. Alvin. Edhe ky është shumë personazh i bukur, ja tash po më kujtohet. Leleku tek Te Kung Fu Panda. Te Kung Fu Panda. Ja, tash që i shoh kështu një nga një më kujtohen. Ja dhe Donald. Bashkoku Donald. Bashkoku Donald dhe Daffy janë dy personazhe që mund të lodhin më shumë, se janë Kanë, domethënë kjo është një gjë që mos të kishte vajt mendje që pas kanë lodhjet në... Po, dhe unë i bëj vetë, se ca thonë, ama se ti fletë dhe ta bën kompjuteri ty se nuk, jo i bëj vetë. Domethënë unë kam një, se po mbur veten tash, kam një të mirë që me regjistrat e zërit lodh shumë. Lart, poshtë, zë gryke, zë gjoksi. I ke manuale, se pas këtë automatik. Po, ta, kap me manual. Janë dublimi shumë gjë e bukur. Dhe unë jam me fat që e kam arritur këtë kohën e dublimeve në Shqipëri. Shpresoj që të vazhdojnë, kemi tentuar të dublojmë edhe filmat artistik, po disa kishin një periudhë e shkurtër dhe pastaj u lanë dhe nuk e di pse. Kurse me vizatimor, pastaj ka shumë. Si funksionon kjo me dublime, se sa e takon pjesë të filmave, unë flas unë se publiku nuk e di, jo ndoshta gjithë i din. Unë e di si funksionon pak a shumë, po me dublimet që të vjen pjesa, do të shofësh, po them Mulanin, do të shofësh ta kesh ide si ndodh, pastaj të bësh intonacionin, si funksionon gjë. Unë përveç se dubloj si aktor ja dhe Krullin. Përveç se dubloj si aktor, unë kam në fillimet e dublimeve, kam qenë dhe regjisor dublimesh. Dhe funksionon kështu. Unë marr filmin, e dëgjoj nga fillimi në fund. Dhe ndaj personazhet. Po unë që jam i fushës, e di që ky zë i shkon për afër filanit. Po, e ke filanit, e kam një ide. Dhe pastaj në dublimi ti dëgjon audion e gjuhës që është anglisht, italisht, se kemi dubluar dhe turqisht, edhe kinez, që ç'as ka dëgjuar veshi jon domethënë. Dhe ti e hedh zërin shqip e ke tekstin përpara ke monitorin, në kufje dëgjon audion. Domethënë kjo është procedura. Këto domethënë shumicën e kosin te studio audios, te pikohet si thon gjuhën. Jo, piko nuk mund ta them, është pak më e madhe se pikoja. Studio audio, po. Studio. Ke monitorin që shef videon, audion dhe ti hedh zërin i shkon mbrapa zërit duket, është një punë e lezetshme fakt, se unë vetë si tash. Pse, kështu më kaq bën ti. Kaq është. E thjesht nuk është, e thjesht nuk është. Hajde futu ti. E thjesht nuk është sepse domethënë unë nga tash nuk them që është e thjeshtë, se ta ja kemi marrë dorën. Po ti ke 20 vjet. Në fillime ka qenë realisht se do më ishte gjë pa njohur s'dil nga lidhe gomari. Hera parë që tani lidhet vetë, tani është me voice. Ai Google lidhet. Po kështu pak, domethënë në fazën ku je tani ti, se flasim 20 vite, s'jam pak. Domethënë një pjesë, flasim një pjesë, 5 minuta të kësaj. Sa dublame të duhen ty që ta bësh saktë? Tek dubl. Tek dubl. E ke bë? Jo, unë kam, unë se edhe si shumë aktorë tjerë, para se futem në studio, i hedh një sy tekstit njëherë. Për ta parë. Pastaj u bëhet kur ka fjalit gjata e kështu ndahet me dubla se ngatrohesh, bëhesh. Po në përgjithësi kur janë dialogjet të shkurtra, ecën. Kuptoj. Ecën. Për shembull, kemi tentuar ta bëjmë dhe këtu, por se kemi arritur. Unë kam parë studiot jashtë që dublojnë dhe ata futen 3-4 personazhe brenda. Po janë studiot mëdha. Po, e kam ide, po. 3-4 personazhe dhe bëjnë dialog. Po ajo është shumë e thjeshtë dhe më organike. Dhe më shpejt. Po është dhe më organike, mëse unë flas me personazhin, kurse unë aty flas me vete. Unë dëgjoj atë thot në anglisht, e them shqip, kurse këtu ajo është shumë cilësore, pastaj edhe është shumë më e mirë.
Është tentuar një 2-3 herë të bëhet këtu, po teknikisht Se tani vetëm nga titulli që kam unë në emisionit, podcastit, si mund ta quajmë se unë e kam gjysmë, e ka check-up. Check-upi Next City e di që është një analizë e thellë, e kupton. Dhe fakti që po bëjmë këto diskutime është të bëjmë diçka më të thellë që edhe publiku të di më shumë. patjetër. Se është kjo ideja që me sy të jashtëm duket shumë e thjeshtë. Prandaj thash, Dhe edhe kjo që po bëjmë ne këtu nuk është shumë e thjeshtë, ka edhe pengesa, edhe sfida, edhe si sot që u vonua. Po kam një gjë nga më të thjeshta. Po që gjithmonë ata që shohin nga ekrani thonë, "Ma sikur ç'bën." po, Ja? Backstage-et nuk i di asnjë. puna e medias, po e quajmë se media futet edhe kjo. Gjithmonë është e lodhshme. Sado që mund të duket e lehtë nga jashtë, gjithmonë është. Çdo punë ka lodhjen e vet. Puna e medias, e filmit, e botës së artit të lodh më shumë mendërisht se sa fizikisht. Domethënë vjet më shumë truri në punë se sa fiziku. Psikologjike. Bravo, ana psikologjike. Ose unë për shembull që jam në regji, edhe unë jam në regji për 22 vitesh, regjisor televiziv. Po. Tashti unë kam filluar të mos shoh pak nga larg. Është rrezja e të gjithë monitorëve që më ka ardhur në sy për qëndrimi, të gjitha. Tashti kjo është lodhja që kemi ne, domethënë çdo profesion ka lodhjen e vet. Se na thonë, "Mo sikur ç'bën ju, sikur hapni kanal, merrni kazmën, i bini." Pa shty 5 butona, aty ja. Ajo është më e lodhshme se kazma në një moment. Po tu lodh komiteti qendror, fillon që don Kuptoj. në të gjitha hallkat pastaj, kështu që Kështu kjo është nga pjesë negative, se edhe ti je në një studio se unë e di si është studio televizion. Kjo pjesa e artit është gjëja më e bukur. Domethënë unë se unë kur jam qenë i vogël për shembull kam pas dash të bëhem futbollist. Ëndër e gjithë fëmijë, e kupton? Ka qenë daja im që nguli këmbë, shikolla të çoj te pallati pionierëve, tha se mbase të pëlqen. Ka qenë atëherë dikur pallati pionierëve që ti nuk e di, po ku është sot mileniumi? Po. Aty ka qenë pallati pionierëve. Edhe aty ka pas gjithë kurset, kërcim, aktrim, të tëra. Të çojta të provoj se aty unë avash, pam, sot marrova shkollën për aktor dhe ja ku jam. Aty ka qenë fati të bësh. Prandaj se e lidha me atë, pavarësisht se ka të gjitha këto, unë jam shumë i lumtur që jam ky që jam sot edhe që bëj këtë profesion. Pavarësisht të gjithë lodhjeve, të gjithë sakrificave që ka. Se arti këtu ke neve është sakrificë e madhe. Ka shumë sfida këtu. Jashtëzakonisht. Këtu ka sfida, këtu s'ka meritokraci, këtu s'ka vlerësim. Domethënë po ti hym më thellë gjërave, dalim Shumë deg pastaj. ne më hidhemi deg në deg. Kështu që arti këtu është sakrificë. E di. Brezi im ka pasur fatin që ishte shpërthimi i shumë televizioneve atëherë dhe unë pata fatin që të bëja autoshkollën po themi te TVK-a që s'është më tash. Autoshkollën thonë atëherë gjithmonë kanë bërë te TVK-a. Kuptoj, po. Domethënë ishte fati që kishte shumë televizione dhe kishe ku të kanalizohesh. ku të shkoje. Kurse tani është e vështirë. Edhe televizionet janë stacionuar, janë pozicionuar në të vetat edhe Lëvizin. edhe profesionalizmi është rritur, por po e them edhe një herë, meritokracia këtu ke ne mungon. Nuk i jepet askujt ajo që i takon dhe që meriton. Ajo është një gjë që siç po ecën, besoj do zjas shumë kohë kështu. Me mesazh shumë fund. Është faji i ne të gjithëve, nuk mund të vesh gishtin askujt. Është faji i gjithë komunitetit. Po të bëhet komuniteti bashk dhe të thonë, shiko se ne jemi dhe duam të arrijmë këtu, po komuniteti është secili në sapt vet. Secili timonin e vet. E di, është një gjë. Dhe kjo është Kjo është edhe të qash edhe të qeshësh. Të qash me atë që mundot e të qeshësh me atë që po bëjmë ne. Fiks janë të dy anët e medaljes. Kuptoj. Është gjuna në fakt se unë kam fatin të njoh shumë individ që janë pjesë e medias. Si në film, si në dublime, si në skenë, kudo edhe. Futet në pjesën e artit, në pjesën e Edhe në kohën që diskutoj jashtë filmimeve,
në kafe diku, gjithmonë sa kapti kjo temë, kështu që sfidat, pjesa negative këto, të vjen gjynat ta dëgjosh, e kupton se dikush ti, shembull që ke 20 vite, që akoma vazhdon. Po s'ka më se disa kanë frikë ta thonë, disa nuk e jo më jo, duhet thënë dhe uluritur me të madhe. Është për të ardhur keq që nuk merr secili atë që meriton. Nuk merr profesionisti atë që meriton. Merr amatori, merr ai që s'ja ka haberin, merr ai që ka mikun, po të flas troç fare, merr ai që pagu lekun tash, se i dim si funksionojnë gjërat këtu. Unë për veten time nuk e kam lejuar asnjëherë që të kaluhet vija e kuqe te mua. Dhe prandaj jam sot këtu ku jam. Secili ka ato kompromiset dhe tolerancat e veta, se pa kompromis pa tolerancë nuk bëhet, po ka një vit kuqe. Shumica e shkelin vijën e kuqe e bëjnë çorap. E kpusin fare. Shkelin dhe mbi veten për nuk bëhet, se bëj dot. Domethënë ti mban edhe etikën, edhe punën, Sigurisht. edhe cilësinë e punës. Sigurisht, nëse ke një fytyrë, ke arritur diçka në jetë. Edhe më fal për shprehjen, ta menderosësh për Diçka banale, për arsyet e komunitetit që të rrethon apo e njerëzve negativ, s'ja vlen. Në fakt ashtu është, edhe jo më kot të thash në fillim që kus të shoh unë ty. Dhe këtë edhe ande se Kjo është fatkeqësia tjetër e komunitetit artistëve, sepse nuk ja dalin dot me një punë. Prandaj bën shumë. Kuptoj. Unë do thoya edhe këtë që edhe fakti që Shkëndija e vlerësimit. Vlerësohesh te një punë, po ty nuk të del. Jetesa është e shtrenjtë. Familja njërin tjetër, ti detyrohesh, prandaj ti më shef mua në 7 vende. kuptoj. Unë do thoya edhe këtë që edhe fakti që të shohësh edhe që je dikush i tashmë. Pa je kudo. Sigurisht. Se mban këtë etikën që të mban gjithë. Absolutisht. I kam lënë vend vetes kudo edhe mua më bie telefoni në sensin e mirë të fjalës, që më marrin kudo, pëlqejem si aktor Flet puna vet, flet puna, fiks flet puna vet. Sipas kjo çështja e ekonomisë këto, domethënë t'ju dëgjosh ju që jeni në një botë shumë fantastike, flas në anën e punës. T'ju dëgjosh ju që janë këto ankesa, imagjino çfarë mund të bëjë një popull më i thjeshtë, e kupton? Është e vërtetë. Ashtu është, e di. Flas realitetin, unë nuk e fus veten te njerëzit e shtresës nën mesatare, jam mbi mesataren, por që të arrish këtë mbi mesatare, sakrifisa është shumë e madhe. Është e vërtetë. Duhen shumë vite edhe si dihet që e bën apo s'e bën dot akoma atë. Dhe këtu te ne është pasiguri e madhe. Sot je në një vend, nesër zgjohet mrapsh pronari, thotë nuk kam qef më hik. Dhe ti ngel pa punë. Do të edhe kjo po. Pavarësisht mua s'm ka bërë vaki dhe unë në vendin ku jam shumë i lumtur që jam në atë vend dhe shumë i vlerësuar, që është Top Channel. Mua s'm ka bërë vaki, po kam rrethin tim miqtë e mi, shokët e mi që i ka bërë vaki. Të nesërme në shquar i thotë e di çka mos majde më në punë. Kjo është pasiguria këtu te ne. E di. Madje unë ti diçka që është taza e fundit që si thua e kalova dhe vet. Se ka dhe nga ata që vinë me idenë që hapin kompani filmike nga Hollywood, i këte ande dhe vjen puna i duhesh 1 muaj, 2 muaj ti. Si ty s'ka. Sa jam mbyll punën ti, as të njoh me unë ty, i shumë i keq. Po janë këto kompanitë fantazëm që zdim nga vinë dhe gjysmat gënjehen. Kompani me një individ, e kupton që Kam parë në rrjetet sociale që trumpetohet më të madhe se aktor, se ne do bëjmë këtë, se do bëjmë atë. Dhe kur më kanë marrë më mbrapsht njerëz që kanë thënë mos shkoni, leje, mos. Mos se vetë dëgjoni një lavse. Kishe drejt, më ishin këta valla, mashtruesa. Çfarë të them? Ata mos shko. Më the, baje. Që me që u kap si një pjesë e vogël, të gjithë ju që keni kontakte me kompani që si janë ndihmu fitin shumë, mos vazhdoni në shumë hapa entuziasmi se si djeni. Gjithsesi, këta që dalin fantazm ikin. Po bëjnë dëm te disa njerëz që kanë ëndra, se ka dhe njerëz me ëndra që thotë, mu hap një derë, shkoj, e merr me pasion me gjë. Kaq ishte.
E vjen ta rrahësh, po se bësh aka domethënë. S'ka që mund t'a thua se e bëjmë katë në montazh. Se e bën kat ti. Ku s'be katë asnjë gjë. Fare mor. Te dhe ti të duash, nuk e që. Fare mor. Hiç. Dëgjoj se. E foqe, të gjohet. Jo, e di me mikrofonin. O qa më kujtua me këtë... Te i vundi ku kemi qenë bashkë në punë. Se dia keshën t'ja ditë, po më duke se ke qenë që dikush që e kishte mizën, se kjo quhet mizë. Se shumica çudite në kohën që jam ndonjë punë me studion tim e them, dalta vetë çik mizën. Qa mizë thon? Në më mirë ti mos i fol me terma televiziv. Ashtu e kemi tonë. I them miza është kjo. Nëse ishte dikush, do sa do të kujtohet, se them. Po thuaj që si episod se të Edhe do bënim gati, do fillonim emisionin e. Lenci ishte në pult, unë isha te titujt, në titujt. Po. Edhe ky tha 1 minutë se do i kipa në banjë, tha. Ose vazhdom. Të kujtua. Ua. Tash më kujtoj episodin që filloi të qeshte. Edhe ndodhi që një kolegu jon e kishte fut live në YouTube. E kishte nis live në emisionit, pa imazh, ishte thjesht një logo. Edhe u të gjua çdo gjë që ndodhi në banjë. Një zhurmë me ëmbël që të vjen kështu, duke rënë shi. Melodi. Nostalgji. Sa rasa. Edhe filluan komentet, po qeshin, më shumë komente se çka pas në. Ky nuk është faji ti çka ti shkojnë në banjë ore. Është faji atij që e shtypi. Jo, është faji atij që e hodhi si çishte. Po që ajo u shtyp stop, dhe në kohën që doli nga toaleti. Ky individi i thanë kështu. Edhe ai tha, po budallën pa kishte lan, tha. Do hape më shumë. Ka që. Sa mban mend dhe ti më. Mbaj mend. Me detaje, se mua më erdhi si, po me detaje mban mend. Ma tani më kujtua, po se nuk jam si gocat që mbajnë mend këtu e 92-shin që ka ndodhur në 15 ditë. E ka dhe me. Se i kanë këto gocat. Ma po më kujtua. Do më thonë, ka edhe kështu detaj që mbaj mend që 6 vjeçun, po. Tek tuk, ku më del ndonjë. E gjetë ti që 6 vjeç. Po. E unë jo. Ka, mbaj tek tuk. Në shfaqen e kështu. Është hard disk është ngarkuar shumë dhe duhet të fshihen ca që të po janë që të vogël se. Po funit jashtë në takesh. Nëse se edhe gallata është pjesë e emisionit, kështu që sigurisht. Backstage-et këto janë që thoni ju ka plot gallata që ju edhe ndoshta nuk do keni mundësinë të jetoni në një ditë se nuk e di çfarë lloj pune bën. Ju që na ndiqni. Po që në kujtimet e tua, cili ka qenë ai backstage të ka ngelë mendi kështu? Për mirë apo për keq? Të dyja. Shiko. Nuk kam pasur backstage për keq, se këtë e thash për batutë. Backstage gjithmonë kanë qenë të mira, po njëri që më ka bërë të mbaj hakull nja 3 ditë në Nofull, ka qenë filmi me Drilonin, filmi fundit që xhirova me Drilonin Guxim, ku ka qenë një moment që Driloni më fut një shpull. Talamet shpull. Po 2 dubla u bën me shpull. Ka qenë kështu. Në pre filmi. Ai, në backstage tash nuk ishe më fort, Kjo ishte, Ta e kemi dhe i dubël taksirat. Ti blackout i dytë aty. Unë e them si batut, po realisht një 3-4 ditë e ka majtë me akull në fullën. Edhe ju që thoni, mase film dole i goditi. Ka dhe vuajtje filmi. Vojta tjetër ka qenë pasaj që kur gjiron në mes të vapës me xhup, imagjino se ç'a bëhet. Të kuptoj se... Në korrik me xhup. Edhe i gushti, apo... Pa, edhe i gushti, po korrik me xhup në vaun e Dejes. Kemi qenë me xhup në korrik. A u do pësua në një qikë, se gjitha e vap, në xhup,
Po, mbasi mbarova xhirimet, ribleva garderob të re se nuk më bën. 10 kile. Kështu që ju që pini çaj dobësimi, apo S'keni qa nevojë fare, bëni jo. kështu fasting, shkoni te vaudes. Ati 2 xhupa visht. Dilni në verë janë 10 ditë të mira me xhupë dhe ta shikoni. Po jo të rrini o bo plasat a ishni. Të rini pisk vapës. Pisk. Koroni kështu. Qa keni idhja, o të dalo. Këto janë ato të backstage-eve që nuk i di publiku që shef filmin. Filmi, klipet, çdo që ka backstage. E çam kanë thënë më kujtohet tani. Kam qenë në një videoklip. Kanë qenë dy çuna vlonjat. Po vlonjatët e ke ide që janë çik tipa që. Po tani në kohë që fillon bën 5 dubla 6 7, të vjen një fazë të thua, do ta bëni apo ta mbyll, e kupton? E këta se vin ata tipat që kanë klipin, po vinë edhe shok, e ke iden që shofin bën. Po një e dy binte telefoni këte. Po sa binin telefoni, se këta çunat e kishin situash fillimin, edhe opa, ish një syt nga fokusi nga filmimi. Shikoni ku binte telefoni. Ka që një moment, e unë kështu, po ishin ma telefon, që dhe këton, kalovi. Sa filloj dublën, bjete telefoni mua. Dhe aty. Ha mami. Aty mos fol më dha. Aty mos fol E më. di si kanë qesh gjithë ata. Se ishte dhe mami, këton, unë kështu, ha mami. Ha mami se, tash Edhe e pastaj, gjete? po s'kisha më gojë ti thoja ishe telefoni pas. Ja, po, kjo pra është, Se ndodhi. bëhet edukat pune, ne filluam bashkë Po. intervistën. Ky u bë silent, Letbieri. Ja, silent e kam dhënë. Ka një, brezi Jone ka këtë, unë futem transmetim në regji. Filloi emisionin, Sidomos live-i. filloi emisionin silent, Letbieri. Din publicitet, merr çka ka ura kuçë. Është edukat pune. Shesh xhirimit. Jo, Ka jo, raste që jo edhe të gjithë e kanë këtë etikë. Ka raste që edhe e fik. Po jo, tash ti ky është bërë po se pate këtë bëhesh keq, të kap makthi, paranojat, s'kam celular. Në këtë pikë kemi arritur domethënë. Ne do bëjmë më keq thuaj, kështu siç ka nis. Do bëjmë më keq thuaj, kështu siç ka nis gjë. Po, ne nuk domethënë ne nuk e di a do arrim më të Themi ku ishim. Jo, a do arrim më të konceptojmë punën, se do vinë robotët, do na fusin një shkel bytëve. Ha, takti se jam unë thot. Kanë dalë shumë e këto AI, ose AI në Shqip. Nëse se bëjmë shaka, puna dhe dora e njeriut nuk ka për të zëvendësuar kurrë, për mendimin tim. S'ka Të shans. shkoj ku të doj teknologjia. Madje çka kam pa një ditë? Se të thash unë pas kinemacion shumë i dhe. Edhe çam të lexoj çam të shoh. Edhe më doli një postim, i kishte dikush i huaj, nuk është e njifja, po më doli. Edhe jepte, domethënë një pjesë filmi, si punonte vetë me filma. Një pjesë e kishte edhe në AI ta bënte idenë, asaj, një pjesë vetë. E çfarë dallimi që ishte ti, Kush ishte më e mirë? Ajo e ai. kjo që bënte vetë. Ai pra. Se AI, okay, është një, mund të jap një zgjidhje, një gjë të shpejtë, por që s'ka jetë, s'ka emocion, s'ka. S'ka kë. Edhe sa do ngele në bazën e saj. Po, do të thënë, ai mund të t'japi një indicje, një shkëndij, një ngacmim. Po si e bën ti me fantazinë tënde, sa bën Nuk ka shans. Se ka edhe debate që bëjnë që jo e AI do zmundësoj komplet çdo punë, jo kështu, jo ashtu, do po të zëvendësoj shumë gjëra më, po do zmundësoj, po aman. po njeriu s'ka për sepse njeriu e ka shpik. Tash ti nuk mund të hedhësh, nuk mund të vrasësh atë që të shpiku. Se i bie ta vrasësh atë që të shpiku, se bën dot. Se të vret ai ty. Po, kuptoj. Do të vrasë ai ty. Para se është luftë për ekzistencë. Është si kafsha në pyll, lufta për ekzistencë dhe kjo është. Tamam, xhungël. Para se të më vrasësh ti mua që të shpik apo jo më të zhduk unë, tak, ik. Çdo gjë është luftë për jetës, jo vetëm kjo, po çdo gjë. Po që futet edhe kjo së fundi. Si gjë e fundit që është pikë e fundit. E fundi këtu te nëse jashtë. Krijesa ime të më kthehet kundra. Jo, të zhduk unë para se ti të më kthehesh kundra. Unë me këtë logjik ndoshta jam i gabuar. Të riqim nëse jam i gabuar. Po unë me këtë logjik Jo, me këtë mendim edhe unë. unë kam krijuar, ti do të më nxjerrësh jashtë loje, jo. Të nxjerr unë prap, siç kam krijuar, të bëj delete, të fshi edhe mirupafshim. Po që nëse, domethënë, unë e ti jemi tipa që e duam gjën që bëjmë. Jo, Ata që janë pasaj tembele kështu, ju bën puna, jo. Unë jam tipi që nuk rri dot pa punë vlla.
Po, njësoj. Se nuk jam mësuar unë. Unë dalë në mëgjes edhe shpinë e kam hotel, shkoj në darkë. Më thonë, edhe çuni dhe gosa do, vish një në shtëpi të rish me ne, apo që deshe? Që deshe? Po që juve si u mungon gjë që... Po mirë pa mirë, po Po ti? na mungon ti. Dhe me këtë nga njerë ndihem keq. Për shembull, unë si kam shiju fëmijët kur kanë qenë vegjël. Aq që kam pas punu shumë. Sfidë. Dhe her pas here ndihem keq për këtë gjë. Ndihem fajtor. Ata ndjejnë mungesën time si prezencë. Dhe them nga njerë duhet në djallë vafshit 1, 2, 3 punë, po duhet jem më shumë prezent në familje. Dhe kjo është ajo që thash në fillim. Detyrohemi të bëjmë shumë gjëra për të arritur një nivel jetese që mos i mungoj gjë. E kuptoj shumë këtë pjesë, edhe unë e kam pas babin jashtë që i vogël. Edhe e kuptoj tamam si ndihen. Ata tashme janë të rritur, që unë i 17, goca 15 edhe Mashallah 15. rrofsh. Edhe tani ata më thon troç. Jo më larg se par dje. Goca ku je babën punë thash. Po do vish një herë shtëpi tha? Po e pa të mbaroj, po kur të mbarosh ti tha unë jam gjumë. Tamam, ja dhe sot po të mbaj unë. Ja. Ti më jo, po flasim për orën 10, 11 darkës. Kuptoj. S'po flasim për se ora 8-9 është bërë normale që të kthehesh në shtëpi, po kur shkon 10-11 pastaj është që del që në 7 mëngjesit, është një cikël. Pastaj ne edhe me gjumin jemi një çik. Nuk e di si e ti, po në punën që bëjmë, flem shumë vonë. Më shprish dhe më shkatru sistemi i gjumit. Fle shumë pak. Të kuptoj, e kam ide. Sidomos me kur ishte Bigu, perioda e Bigut, unë punoja turnin e darkës, në darkës me 3 mëngjesit, dhe aty më çakordua. Në 4 shkoja në shtëpi, sa flia shkon te 4:30, 5, zgjohesha prapë në 8. Dhe tani po e balancoj pak. S'ka si gjumi, sidomos në punën tonë që duhet edhe fantazia e gjitha, gjumi është Po sepse nuk motori sipër nuk prodhon dot, po s'pati po su qetësua. Totalisht nuk është si i çakorduar gjithë ditën. Kam ta bërë vaki disa herë. Mungesë përqendrimi për shembull. Dhe është e gjitha nga pagjumësia. Edhe unë mundohem shumë kohët e fundit tash mangë se në unë fli jam 5-6 mëngjesit. Në kohën që flinin 10 të vegjël kështu, është ku sa sheku e 5-6. Ja. Edhe mundohem shumë kohët e fundit që tash mangë se më ka ndodhur shpesh që kam pas filmime, po unë 5-6 edhe gdhia. Fillon ç'don. Ç'don. Madje ditën e fundit që tash evoluosesh tash më nuk e gdhi. Po. Kam qenë në filmim në një emision ku kam marrë në televizion. Kam vajt, e gdhiva, pik gjumi, e nuk mbaja mund, e kisha ndez audion se kisha ndez audion. Fillon ç'don, nuk si më. Megjithse ne tash e kemi gjë tonën që shtyp vesh, tu gishti vesh, është bë automatike. Po thjesht si shan siklet e kisha ndez, ta ndaloja filmimit, mos e ndaloja. Megjithse doli me sukses. Dakor, po është kjo që nuk fillon truri, nuk Edhe që atë ditë thash, mundohem tash më dhe ti nuk ke më produktivitet. Të Po. bie. S'ke. Mund të kesh të shkosh te dikush për një projekt e hera parë, ti e pa gjumë një si down nga i thotë, o bobo, ky më erdhi mua. s'ke fokus, Nuk. s'ke asgjë. Tamam, është si ajo kamera pa fokus. Derisa TV. Kuptoj. Nëse se dolim çik jashtë nga tema, jashtë. Edhe këto Ska gjë, temës, pjesë të po. tërës janë. Po që fokusohemi pak më shumë tek filmat, tek kinemaja, tek e gjitha. Se si që edhe dëgjuat edhe tek video, Lenci është edhe pjesë e kinemas tonë, se ka qenë pjesë të filma, edhe pjesë në skenë, ke qenë kështu. Po. plan. Skena dhe filmi. Unë e kam filluar në qofse filmi i parë ka qenë Njerëz dhe fate. Po, do të pyesë se tek kisha mendje. Madje më kujtua se e kam pas se fillon të publikojnë në YouTube, ka diku te një javë që më doli,
Po, Po jeri ka këto filluar pjesë, po. të shej aty. E sa më doli, është një pjesë të lokali atje, se o Lenci tash. E më kujtua, këto se kisha kohë, vite ishte shifja. Ai ka qenë xhirim, domethënë filmi i parë. E sa e pa, o Lenci tash, edhe e ktheva kështu. Më o Lenci çka ka tash, se me i vogël e kupton. Po si ka qenë ai bashkëpunimi asaj kohë si? Njerëz, unë kam qenë në vit të dytë në shkollë të lartë, për në Akademi të Arteve. Regjizori sa ka qenë Ylli Pepo. Mbaj mend që asistent ka qenë Gys Lubonja, që unë sot punoj me Gys Lubonjën, është regjizori i parë i Bigut në top, edhe shumë emisioneve të tjera të prime time-it. Dhe Gysi atëherë më tha, "Ore, vjen e bën një provë për një personazh të vogël." Kështu tash, unë vit dytë burr. Se ishim edhe çik. Po ç'ke? Hajde tha, unë e shoh që mund ta bësh. Bëra kino provë, thotë Ylli Pepo, po, ti do e bësh. Shefi i madh. Vit dytë. Entuziazmi, Që në vit dytë filloi xhirimet dhe atëherë ishte, kush futet në atë shkollë në fillim, e ka të vendjerin tash u bëra Al Pacino. Tam. Të futa aty për aktrim. Ja, tash do çaj. Nuk e din se ç'të pret më brapa. Niveli i dopaminës. Po kështu ishin të gjithë. Bëra këtë xhirimin unë. Kapa Majat. Aktor i madh. Aha. Si mua s'ka. Aty fillon Malorja. Kështu ka qenë historia e Njerëz dhe Fate. Pata të personazhin e vogël, të shokun e Florit që ishte trafikanti i pasaportave. Ky ishte ai personazhi i shkurtër. Pastaj në skenë kam më shumë eksperiencë në skenë kam me regjisorin me Elma Doresin. Që është një njeri fantastik, një regjisore shumë e aftë, dhe që unë kam bashkëpunime shumë të bukura me Elmën. Sidomos në teatrin e Metropolit, aty kemi pasur kulmin tonë, që kemi bërë një, po themi një 6 premiera të mira, në sallën plot, po përmend disa, Karnavalet e Korçës, Nus jam fes, Trimëndjen Ankand, këto që më vinë tani, prallë nga e kaluara, që e sollëm në version komik gjithë Trimin e Marigonit gjitha. Nuk s'më vinë tash të tjera. Po, 6 premiera shumë të mira, edhe një bashkëpunim shumë i mirë me Teatrin Metropolit atëherë, me Deltoreshin ka qenë Suelën. Të mungon t'i kthesh? Skena më mungon, po nuk kam kohë. Sepse të shfaqje teatrit të hat minimalisht një muaj kohë prova, para dite mas dite. Një muaj ku ma gjem, po. Flas prova intensive. Për ditë, para dite mas dite të punosh, del një shfaqje. Sa kohë ke pa qenë në skenë? Skena? Po. Ne jemi në 2025-ën, po them mbi 5 vjet që s'kam hyrë në skenë. Kohë e gjatë është. Shumë. Sidomos, fizikisht është e gjatë, po ti që je i fushës të duket shumë e gjatë. Shumë e gjatë. Ka qenë një projekt që më tha Elma, hajde tha se tash nuk mundem, nuk mund të prish punë ty, nuk mund të presin aktorët sa të marroj unë punë të vinë bëjmë prova. Të se bëj dot. Se jam po jam koshient vetë, domethënë, nuk mund të rrit gjithë trupat të mpresin mua kur të vi Lenci të bëjmë provën e jo. Ti nuk e bëj dot këtë pjesë. Punën e tillë e kuptoj. Nuk e bëj dot. Më mirë jo, je më fair. Dhe i shef tjerë në sy, se sa ti torturosh thotë, do vi ky, po filluan këto, pastaj nuk ka frym grupi, ja se po vi, pastaj jo, po se kjo. Jo, më mirë që në fillim. Nuk e bëj dhe ose po, unë kam një gjë. Po e more përsipër një gjë, bëje. Nëse mos e fut. Ose si në vendin e punës, po e kalove pragun, përgjigju detyrës dhe punës që ke. Jo po të se ka ca, pa më se të rogën se kam gjë unë për ti zotri, si kam thënë disave, që fillin ankohen. E më kaq lek marrim më për tash. A e kalova atë pragun e derës po. Po ti ke bërë dillin që për aq lek do punosh. Që po e kalove atë pragun, përgjigju asaj që të kërkohet. Ose mos hajde fare. Daqë në fillim. E njëjta gjë është edhe me teatrin edhe me filmin. Edhe në filma në shesh xhirimi. Ka një deal mes aktorit edhe regjisorit. Pavarësisht se jemi shokë miq, njihemi, bëhemi, po shtaksirat ka tjetër.
takohesh, merr skenarin, të pëlqen, bie dakord për pagesën që do marrësh dhe i thu, çfarë ditësh xhirimi ka më vlla? 1, 2, 3, 4. Këto të katra, thot regjizori, unë të du prezant. Rregullohet si dush ti këtej. Tamam. Sepse është gjithë përgatitja pret mu. Jo, se mu nuk e bëj dot. Ose thuj që në fillim. Pse është zgjidhja jote, se nuk thot do viste them unë. Do, bie okay. Jo, ai më do si aktor, po më do me të gjitha kushtet që ka ai. Kuptoj. Jo, kam fjalën këtu që nga fakti që ti e zgjedh vetë që do bësh pjesë, është zgjidhja jote që do bën Po pjesë. sigurisht, unë pranoj. Dhe bëhen sa dille. Pavarësisht tash hyn shoqëria dhe misia dhe gjehet gjuhaj përbashkët. Po në të tërën dhe në të përgjithshmen, nëse ti nuk ke kohë mos e merr një gjë përsipër, se gjunaf se merr gjaf tjerët. Dhe unë e kam këtë. Nëse e kam mund të jetë një gjë shumë e madhe, valla që më pëlqen shumë. Po në momentin që se bëj dot, se bëj dot. Sidomos pjesa e filmit që Dhe është e gjitha çështje kohe. Nuk gjej dot kohën për të bërë të gjitha gjërat. sidomos se pjesa e filmit se ata i se din, nuk është vetëm çështja se mund të mungoj lenci, po mungovi dikush anullohet dita e filmimit, mjetet që është konsum. Po një ditë xhirimi, po themi, po jap kot një shifër, mund të jetë 2.000 euro apo 3.000 euro një ditë xhirimi për të gjithën. Si bie që regjizori do mua këtë paguaj ti sot, kismet nesër, ha? Se Po zë patë mos ti dhe atë paguaj dilja nesër. me lek, po që Kështu që kushton shumë një ditë. teatri më mungon, është e vërtet. U bëra mbi 5 vite që s'kam hyrë në skenë. Kurse me filmat kam qenë relativisht në, po themi, në treg të kohë. Thash, kemi pa shumë. Po ka ndonjë mundësi që mund t'i kthehesh skenës këto kohë. Vazhdimsi. E mendon si gjë që ndoshta mund t'i kthesh. Unë asnjëherë nuk i them jo. Është thjesht çështja e kohës, si mund Unë të vijë. asnjëherë nuk i them jo. Dhe nëse do më vi vërtet një projekt që po them do e dashuroja, do bëja një deal me punën time dhe do e gjeja një mundësi. Ekziston mundësia që mund të kthehesh, domethënë. Po pra po thash, Nuk e se e ke ndalë që shiko, s'kam kohë. jo, kjo është në përditshmërinë time, çështja e kohës. Po thash, nëse do vi një projekt goxha i mirë që unë do kem një bashkëpunim shumë të mirë me Do e një ndish regjizor, që dua ta bëj. po Se është absolutisht. punë ndjesi kjo. Po sigurisht. Them që do ta bëj një deal me veten time dhe me vendin ku punoj, që do ta gjej një rrugë, një të mesme. Ja, unë tani kam një skenar në dorë që po e lexoj. Është një personazh jo kryesor, po hyn te dytësorët drejt kryesorëve. Se këto karakteret më pëlqejnë, nuk më pëlqen të ketë Ti je gjithkohës fokus. edhe ajo është gjë e mirë, nuk e refuzoj edhe rolin kryesor. Po këto karakteret e spikatura i punoj më me. Po e shoh ka goxha ditë xhirimi që do më haj dhe këtu duhet bëj një deal me punën time për shembull. Të mblidhen të gjithë ditët e xhirimit në një javë, po themi. Kam një javë xhirime. Duhet marr një javë leje. Se s'mund të them, shiko, deri në orën 2 më ke. Sa të shkoj të marrë çik emisionin në top? Pas 6 do vi prapë. Janë gjëra që duhet bëhen sa kompromise. Jo, s'bëhet, të thash në film, edhe sidomos televizioni që është shumë punë voluminoze. Po këtë, se bën dot dyja. Po të siguroj që i kam bërë dhe të dyja. Me shumë sakrifisa, edhe 2 edhe 3 i kam bërë. Po lodhja pastaj. Po pra, të fle një orë gjumë edhe je këtu. Komplet. Do më të mërshmja ka qenë kur ka filluar Big Brotheri nishi për herë të parë. Këtu nuk e di se sa vite. Jo kjo VIP. Bigu i parë fare i topit. Unë atëherë kam qenë regjisor në Alsat. Me Olsin dhe Noçën, ha? Nishi. Po, bravo, Olsi, Noçja, famshmit. Po. Unë atëherë kam qenë regjisor në Alsat. Merë dhe oferta për ke Bigu, më thanë e të bëj Bigun. Okej, thash. Se ofertë ke Bigu e para, ishte edhe vlerësim në fakt, edhe ja di për faleminderit se
një eksperiencë goxha e mirë. Pra, unë kisha Alsatin, kisha dhe dublimet, bëja dhe revizionin e dublimeve. Pra, Dublimet? 8-4, unë isha në dublime, puna, 8-4, 4-6 kisha pushim, 6-12 isha në Alsat, turni, 1-7 isha në Big, 4 muaj, këtë qark të mbyllur. Një pyetje kam, sa u dobësove ato? Sa u dobësove ato ko? Jo, Sa u dobësove? jo, e di pse? Se ishte stresi madh dhe mu stresi më shëndor. S'kisha kohë të dobësoshe? As të dobësohesh, s'kisha kohë. S'kisha kohë as të dobësohesh. Jo. Pra ajo ka qenë në periudha që nuk e di se si e kam bërë. Ka momente që të Ishte vinë një qark i mbyllur. fuqia aty ku se gjen. Qark i mbyllur. Se mendon. Natyrisht kam qenë dhe më i ri, energjia, qefi, kënaqësia. Do i thon, Po prap goxha vite. kur e mendoj, them si e kam përballu. Po tani do e bëj dot? Jo. Për shumë arsye. O plakun. I ku ko. Jo, s'ka lidhje. Nuk Ke shaka. forcat nuk më kanë lënë, por Ke nuk do ta shaka, bëja po. kurrë atë lloj çmendurie. Shumë mundim. Sepse thash edhe truri nuk kishte momente që tu fikej fare më. Fikej më. Fikesh blackout. Në gjumë, në koma. E kuptoj. Lenci ti ku e gjem më shumë veten? Të komedia, të aksioni? Se ty të kemi pa të gjitha, po ti vetë, diçka, ti do të thua që unë dyja i bëj, dyja i kam qef. Jo, shiko. Po që ku e ndjen diçka, Kur kam mbaruar shkollën, që do ta lidh me mjeshtri aktori më ka dhënë i madhi Birçasko. Që jam falenderues për të gjithë çfarë më ka dhënë, edhe si pedagog, pa ai ka qenë edhe një shumë njeri pozitiv dhe ka qenë një prind për neve. Edhe kur kam mbaruar shkollën, diplom dhe shoh 9. Ta mua 9. Po mirë profesor, faleminderit. Jo, ti ishe për 10, po 10-ën e dua për vete, nuk ta jap ty. Fitoja gjatë rrugës, më tha mua. Dhe Birça më ka thënë një gjë, ti je një aktor që ke një marrëdhënie me syt shumë të mirë. Pra unë kam shikimin me partnerin e kam, domethënë Birça më thoshte e ke vrastar, ti të ha me sy. E ke armë shumë të fortë. Një, dhe e dyta, për karaktere je shumë i mirë. siç edhe kemi pa. Për karaktere. Unë pëlqej këto personazhet, po themi negativ në thonjza, apo serioz, apo që kanë, po akoma nuk e kam provuar një personazh komik. Do doja shumë të më vinte një gjë e tillë ta provoj edhe atë. Të luaja në një zhanër tjetër, një komedi po them. Në një film, jo me aksionin, jo me, po të jetë një zhanër Komedi tjetër. komplet. Do doja ta provoja shumë. Kështu që kush do që dëgjon, Se më kanë parë vetëm tek ky i keqi. Se je shumë i egër, jo më se bëj dhe komedin unë. Kam luajtur dhe komedi Po shumë. s'ka dalë mundësia. Kam luajtur dhe komedi shumë të bukura në skenë. Kështu që kushdo që ka gati në një film komedi, Lencin e kemi gati, nëse gati. Inshallah ndodh se unë kam qef të shoh komedin fakt. Dua ta shoh dhe veten se më kanë bërë terror të tmerrshëm, po sa i egër je, kështu edhe një. Ky është ai i keqi. Po, kështu edhe një të përditshme ti, po jo, pra jo. Bëj të karagjozin unë. Ja, ma Lenci. Madje, komedia shumë e vështirë se pjesa tjetër. Po, ma kanë thënë shpesh. Sepse ti duhet me hallin që ke ti, duhet bësh për të qeshur atë tjetrin. Ai qesh me hallin që ti e ke hall vlla. Ti e ke një hall të madh, po e shpreh në mënyrë të tjetri qesh me hallin tënd. Kjo është vërtetësia e komedisë. Edhe ma kanë thënë shpesh që komedia, edhe një gjë që di unë që nuk është me letë është fakti i duhanit në skenë, që des duhan. Ma kanë thënë që nuk është me letë. Unë kam mbrojtur diplomën me kopshti me dalla ndyshe,
është një komedi e zezë, black comedy me Kicho London. Spital psikiatrik. Unë isha një prej të smurëve dhe isha me duan gjithkohës në skenë. Ka qenë e tmerrshme. Spital, unë kisha një vit që kisha lënë cigaren atëherë në shkollë. Erdhi pjesa Të desh, do të kthehesh. dhe Kicho tha, ky është personazhi, ka këtë, ka dhe një detaj sa që ky nuk e ndan kurrë cigaren, tha ka. Po profesor thashë kam lënë, po më plasi mos e ke lënë. Ky personazh nuk e ndan cigaren nga. Dhe është e vështirë. Po pasi u bë shfaqja gjitha, vazhdoi duani? Hm? Pasi u mbyllë gjitha, e vazhdoi? Se kam lënë dot më. Se ke lënë dot më? Jo. Çfarë ka bë Kiço ja? Sa më kujtove atë të Tommy Shelby't. Që gjithkohë se tash nga që lexoj shumë, ka fakte që ky nuk e pinte Eduani, po do të pinte gjatë skenave, nuk e di sa cop Po, në indubën. Vetëm që të bëhe gjitha. Ikona e Tommy Shelby't, kush nga ju e di. dhe që atëherë ai nuk e ka ndarë më duhanin. Nuk e di, a e vazhdoi, po që Unë e kam eksperiencë timen. E lash një vit aty nda dhe nuk Unë vetë nuk e pi, po që po më doli në një jo, skenë kështu. mos e pif shkurr. Po më doli në një skenë kështu dhe them nuk e pi, kështu që Mos e konsoni pif lenci se shkurr. unë si. Sërse e pi, po një paket Të vete, mundje. në 2 ditë e konsumoj. Pa frikë fare. Vetëm alkoolin mos e pi kështu se s'do bëhesh të vesh film. Jo. Nuk deri te bira që jam qefti, po jo, nuk jam qefti alkooli. Sa do sfidoje me veten ti Lenci, nëse do duhet në një pjesë. Se okay, atje ishte skena që duhet pije. Duan, po në një gjë më shumë të tyje në limit të ndin. Po. Që të bëje një film apo. I hapur jam për çdo lloj sfide. Çdo lloj gjë, s'ka limit. S'ka limit domethënë, çdo lloj gjë do bëje. Përderisa kam pranuar të mbaroj këtë profesion, bëhet çdo lloj kompromisi për profesionin. Por, sigurisht, nëse ja vlen shpërblimi. Nëse ja vlen shpërblimi. Ajo është baza. Jo, nganjëherë nuk është dhe ajo baza, për shembull, po të jetë një skenë Në kohën e sotme baza ajo është. sigurisht. Po të jetë një skenar shumë i mirë, me një kast aktorë shumë të mirë, ti shkon edhe mund ta bësh dhe kompromisin që mund të shkosh edhe pak më, ë? Pastaj ajo është ngelet CV pastaj. Prandaj po them, pra, ka dhe po është një projekt shumë i mirë, kasti është shumë i mirë, po siç janë gjërat këtu në Shqipëri që shiko se unë nuk kam shumë, po ta bëjmë se është gjë e mirë. Okej, po. Po i hapur për çdo lloj gjëje që ka të bëjë me artin. Çdo lloj personazhi. Po ndonjë gjë se tani pak a shumë ne e dëgjuam unë dhe publiku që ti nuk e se ke shumë kohë jashtë punës. Po gjithsesi si pyetje do ta bëjmë që çfarë do të bëje jashtë punës? Në diçka hobi të ndonjë. Hobi e imja. Po. Veç punës. Unë prap do ta lidh me profesionin, nuk i ndahem dot. Megjithëse është edhe jashtë pune. Do të doja që të merrja përsipër bërjen e një filmi vet. Do ta bëja dhe si pyetje. Këtë do të doja. Jashtë televizionit, jashtë t'i lija të gjitha dhe të merrja përsipër bërjen e një filmi vet. Skenar nuk di të bëj, se unë nuk jam nga ata që thonë di t'i bëj të gjitha. Por dua të sfidoj veten të bëj regjin në një film. Kjo është sfidë. Aktorin e bëj, se për aktor kam mbaruar. Regjin dua ta sfidoj veten, ta provoj. Inshallah ndodh. Më ka ardhur si ofertë, e them, më ka kërkuar Driloni. Dhe pikërisht vetëm prej kohës që nuk gjeta. I bëra të gjitha përpjekjet, ma ka kërku. Tha, hajde të ndjekësh filmin tim. Se nuk e ndjek dot vetë. Bëra të gjitha përpjekjet dhe sa arrita dot. Dhe këtë dua ta arrij. Thjesht për çështje kohe, as si gjë tjetër. Koha kushton. Se si ma mbet qefi që ti e kaq aktiv, edhe mundohesh ti jesh akoma më aktiv. Se në fundit, si ty na duhen. Po, Në kinema, kudo, se ke vullneti, ke pasionin, ke nga njerësh edhe thash, nga njerësh dhe i tepërt edhe le pas shumë gjëra që të dhëmbin, siç është familja.
thash, me vërtet, ndjen fajtor dhe i kërkoj ndjes familjes time që nuk i kushtoj shumë kohë. Por e tillë është jeta, të tilla janë kushtet që të bëjnë të. Plus edhe pasioni që kem, se unë hyj ke njerëzit pasionantë që i bëj gjërat me shumë pasion, me shumë qef, nuk i let dot. Po mos kishe pasionin, nuk do ishe këtu ku jeson. Ka njerëz që e bën thjesht. Ka njerëz që s'kan pasion, po shohin vetëm anën kjo thot tak i bin shkurt. Po nuk e si shumë atë. Jo, po nuk e bëj dot. Ti se bën dot, po edhe nuk esin shumë ato, se ndoshta mund të jetë një fazë që mund të vendi ku, po do bien po vajse. Kjo lloj pune do ka pasion. shumë të tillë që kanë kërcyer dhe i është thyer dega, kanë thyer qafën. Ka shumë të tillë. Po e di. Domethënë shkallët ngjiten 1 nga 1, nuk mund të ngjitesh 5 shkallë, se o do grisesh pantallonat, o do shqyesh vëlla. Gjiti 1 nga 1. Ka një të bukur birqa që na e tregonte. Ishte në shkollë, ishte njëri sa që ishte vonë për mësim to. Ke Akademi Arteve. E shoh sa duke kalu nga hekrat, se më pa mua tha dhe donte para meje, tha dhe i shkova, o dhe zbrit poshtë do griç, brekët do griç. Hyr nga dera, jo se të pash, ha. Tamam. Që është kjo. Shkallët mund duat që se deri këtu kam arritur, kam hap pas hapi. Me hapa të vogël po të sigurt. Ajo është e Kjo çuditshme. është. Bëj hapa të vegjël, po i bëj të sigurt, me këmbë tok. Shiko se e takon pjesës, se në po kalën nga filmat, të skenat, të dublimet. Ha pas hapit e ne. Po ju kthehemi shkallëve. Sa e takon pjesës të dublimeve. Ose jo vetëm dublimeve, komplet zanatit tënë, po quaj zanat, në fjalë shqip. Zanat është, në rregullim. Do doj që ndonjë nga fëmijët e tu ta vazhdonte si gjë? Jo. Sa shpejt, jo. Jo, e them Ke kudo jo. vendos kështu po. Po pse jo? Apo nga gjitha këto shpjegoj? Sepse e di se ç'kam hequr dhe vuajtur unë dhe ka ndryshuar totalisht koha. Për shembull, djali ka 10 vite që merret në futbollin, po them. S'ja kam ushqyer unë, e ka dashur vetë. E nisi thjesht për argëtim në fillim dhe tani ka bërë goxha. Po. Heci mirë nuk heci. Është në një shkollë që është për programim edhe për IT. Prapë ka kërku vetë edhe këtë. Tash unë s'mund ta imponoj se me që ke babin aktor ti bëu dhe ti. Se imponoj dot. Kuptoj, pastaj është zgjidhja e gjithkujt. Goca ka qef arkitekturën. Që është ndarë vetë, e kam tentuar, e kam fut gocën në balet, e kam fut në aktrim, e kam fut në piano, i ka lënë të tëra. Do zgjidha të I çdo ka lënë vetë. të tëra, nuk dua. Po duat, më pëlqen arkitektura. Okej. Pa kam tentuar, me çuni s'kam tentu. I fut futbollit i kam marrë të dy ke dublimet, kanë hedhur zëra ke dublimet edhe çuni dhe goca. Se kanë hedhur. I kam marrë ke puna ime, i kam marrë shesh xhirimit. Ja kam ushqyer si të thuash. E Por kanë nuk e- atë ambientimin, po. Por nuk ja imponoj dot. Imponimin jo. Është e pasion. Siç na e kanë mua ma kanë imponu. Se desha të bëhesha futbollist më imponuan Kuptoj. artin. Po, Kurse unë nuk dua të kohë, si se edhe prandaj po them. Kështu që unë e thash jo, po nëse dallëdis për shembull i me bi në thonjza dhe thua po tash i dua unë, bëu. Po deri tani nuk shoh shenja. Kuptoj. Po, shiko se këtë gjë unë ja përvis thuaj se të gjithëve, se më pëlqen të mësoj nga të gjithë diçka. Ti the që ke qef të bësh një film tëndi. Po një film që të jetë jeta jote. Ke qef ta bëje? Po shiko, nuk është në një jeta ime s'është për të bërë film, se nuk ka një është një jetë normale me sakrificat e gjithkujt që s'ka një wow, si që nga jeta e këtij, nuk kam asnjë dram, nuk kam s'ka pse. Edhe po të shofi publiku jetën time për çfarë? Se nuk ka. Ka njerëz që duhet i bëhen filma që kam dëgjuar çuditëra unë, që kur i dëgjoj nga njerëz po jeta jote që ka film apo? Me sakrifica me çuditëra. Jo, jeta ime është më se normale.
s'ka pse të bëhet film. Më pëlqeu si shpjegove. Se zakonisht thonë që po, dua, se po, Po, më po, pëlqeu kjo. po, do, po qarë? Lini një fëmijë, lozi, shkoj në shkollë, u bë aktor, edhe tani është regjisor, edhe? Dhe pam filmin, edhe qa pasaj? E qa pasaj blet sa kokosh. Me ullje ngritet e veta, po që i ka jeta normale e gjithkujt nga ne. Kaq? E kuptoj. Edhe në diçka të fundit dhe pastaj mund ta mbyllim. Mund ta mbyllim këtë episod, po besoj ne mund të kemi shumë që mund të flasim. I hapur me shumë kënaqësi, sepse Do kemi ftesa, se unë zakonisht kam qef që të bëhet ndonjë lojë në fund, ndonjë diçka, po ty do të bëj një lojë të thjeshtë sot. Një lojë. S'mund ta quaj lojë, po që domethënë po kthejmë pak te dublimet. Dhe unë vetë Scooby-Doo e kam pas shumë qef. Shumë kam pas qef, po me që të janë çik më tazë se i pa edhe nga si mund ka të foto. kesh qef një qen aq se bëj shaka. Personazh shumë i bukur. Me që i pa në fotot e i kam qik si më të fundit. Scooby, Daffy Duck. Ose shko, që të kujtoj të vetë, ose nga këto që pa, lutem me vendos pak, dublimin. Zgjidh 2 nga këta personazhet, këtë bashkëti dhe të bësh një bashkëbisedim, sado pak. Po, këtë duash ti. Në ta zgjedhësh vetë apo të ta zgjedh unë, këtë dhe këtë. Këtë duash më jepi. Lutem me vendos pak. Scooby me që thamë shembull. Ose jo do Kuskon, me që e kishe shumë qef. Perandorin Kusko. Kuskon edhe... Ec? Dafi, nështë. Këtë duash. Kuskon dhe Dafi. Kuskon dhe Dafi. Po, hajde. Kjo të bështi, bashkëbisedim. Që flet Kusko, flet Dafi, ta O, bështi. thash se doje të bënin bashkëbisedim bashkë. Jo, ta bështi me si bëjnot. Jo, ti pyet unë përgjigjem në personazh. Si të duash e bëjmë. Jo, ti luash të dy. Ti të flas unë me vete. Po. Ti luash të dy. Po, më thuaj çfarë do të dëgjosh nga mua. Ja të erdha në emision. Ja ta bëra qefin. Prita një orë këtu derisa fillua më të çmende. Mjaft e mbyllim, s'duam. Unë më edhe më qeshe tani, edhe më vjen nostalgji. Shiko ti edhe mund të qeshësh, edhe mund të qash. Bëj çfarë të duash. A ka mundësi ta mbyllësh të hikim se na çmende? Bëje mbyllje vetë. Bëje me këtë duash. Jo, Bëje jo. mbyllje. Janë 2 personazhe unë i kam shumë qef. Kusko njëre e kanë parë të gjithë dhe e kanë kështu perandori Kusko, wow. Po edhe Dafi e patoku do ndalë të gjithë pastaj. Ti ke Scooby-Doo, ti e ke qef Scooby, kështu që s'kam kështu të bëj. Do ma bësh mbyljen ti. Zgjidh këtë duash më vetë një mbyll. Ja, mbyll e vetë, për mua ishte shumë kënaqësi, kam sinqerisht. Ishte vërtet kënaqësi edhe sa herë të më thrasësh do vi, se unë ndjeva shumë mirë. Kjo nuk është episodi i fundit me Lenz, po që do kemi shumë biseda bashkë. Do të ftoj sa më shpesh. Madje do të ftoj një ditë si Scooby, një ditë si Dafi, Do të gjej belaja se do të them lidhe kostumin, se nuk të dalë më kështu, do të dalë me kostum. Tamam ashtu do e vë. Shumë kënaqësi Lenci. Faleminderit. Unë e shijova shumë si bisedë. Edhe unë shumë. Kënaqa shumë. Të them suksese sa më shumë. Rrofsh. Sa më shumë filma dhe inshallah kjo komedia të vi, të shohim një komedi film. Se komedi kështu të kemi pa plot. Tash edhe në gjumë po na del Lenci. Po të them boll, nuk edhe kur më thrasin për të bërë një zë reklame dhe ama be leje. Klienti e pëlqen zërin tënd, hajde bëj, s'kam ç'a bëj. Ishte vërtet kënaqësia. Faleminderit. Inshallah u takofshim sa më shpejt. Faleminderit. Faleminderit këtë episod miq edhe shifemi në vazhdim. Si çdo javë të njëjtë.